Deputetët shqiptarë në Parlamentin e Malit të Zi janë shprehur kundër projektligjit zgjedhor i cili sipas tyre është i papranueshëm se në aspektin juridik ashtu edhe në atë historik dhe natyror. Ata këmbgulin që shqiptarëve të sigurohet përfaqësimi proporcional në Parlamentin e Malit të Zi, duke respektuar përqindjen e tyre në numrin e përgjithshëm të popullsisë në vend. Deputeti i Forcës së Re Demokratike në Parlamentin e Malit të Zi, Kensteman Begu, çështjen e përfaqësimit politik të pakicave, sipas përligjit të ri cilëson se një hap mbrapa në të drejtat e arritura. Për sa i përket çështjes përfaqësimit të shqiptarëve në Parlamentin e Malit të Zi, është edhe një hap mbrapa nga të drejtat e arritura të cilat ishin në dekadën e fundit, për arsye që ende nuk ekziston një aksion afirmativ i mirëfillt, por partitë që përfaqësojnë pakicat duhen të shkojnë në garë në kushtet e njëjta si partitë të mëdha, të partitë që janë në nivel shtetëror, dhe hapi mbrapa është që është propozimi i cili është në tryezë dhe ofrohet pakicave është që përfaqësimi të jetë më së shumti 2 dhe në një variant ekstreme 3 përfaqësues të pakicave nacionale. Deputeti Iman Begu përsëriti qëndrimin e forcave politike se përfaqësimi i shqiptarëve në parlament duhet të jetë i veçantë dhe të përmbajë 5 vende të garantuara. Sigurisht që përfaqësimi në të vënat të cilat i kemi tani, në kushtet që kemi, duhet të jetë i tillë që të vazhdojë një lloj njësie e posaçme apo nën njësi zgjedhore në nivel malësi, nga e cila duhet të dalin përfaqësuesit. Shqiptarët këtu jo vetëm që janë autokton apo do të thosha shtetbërës nga viti 2006, por edhe kanë gjendjen e të njëshme, qoftë ajo që është homogenitet territorial, gjuhë shumë ndryshe nga shumica në Maltezi, të cilët kanë të njëjtën gjuhë, pavarësisht që e quajmë me katër emra, nga të cilat duhet të dalin sipas numrave 5 deputet. Përfaqësuesit e subjekteve politike shqiptare kanë paralajmëruar se do të mbështesin fuqishëm kërkesën e tyre dhe pse miratimi i ligjit zgjedhor është një prej kushteve për hyrjen e Malit të Zi si vend kandidat në Bashkimin Evropian. Për zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh.